Miqtë e koha e botrorit ju përshëndes, jemi sot në një tjetër episod dedikuar botrorit të vitit 2026 që ka prodhuar shumë emocione, por edhe surpriza të shumta. Meksika është skuadra e parë që ka siguruar kualifikimin për në turin tjetër, ndërkohë që kemi pasur edhe pak surpriza në sfidat e para, ku do t'i përmendim së bashku me gazetarin Mantho Prokopi për të bërë një analizë të përgjithshme të gjitha sfidave dhe emocioneve. Mantho, përshëndetje dhe faleminderit që je pjesë e emisionit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, kënaqësi. Mantho, ke qenë shumë aktiv gjatë këtyre ditëve, veçanërisht në merkaton e transferimeve në Shqipëri. Mund të na përmendni disa nga lëvizjet që të kanë befasuar më shumë? Pa diskutim ka qenë Egnatia, do thosha unë, që është skuadra e cila më ka befasuar më shumë dhe po themi befasia më e madhe janë këto dy lëvizjet që pritën të zyrtarizohen së fundmi, Karim Lokili, mesfushori i shquar i AFA Elbasanit që mbylli një sezon shumë pozitiv me Verde Blut, ka përfunduar kontratën me ta dhe në dijenin time sot ndodhet në Bullgari dhe nis fazën përgatitore me Egnatia duke u bërë një përforcim shumë cilësor i repartit të mesfushës së Rogozhinasve në prag të sfidave të UEFA Champions League, por gjithashtu edhe Edison Dreca, i cili është një ish kampion me Egnatian që rikthehet përsëri tek ta dhe mua më duket shumë i frikshëm reparti i kraut të majtë mbrojtjes tashmë me Egnatias, ku ka Jagon që e mori nga Vllaznia, braziliani shumë interesant i kraut të majtë mbrojtjes, gjithashtu Edison Dreca, pra duket sikur krau i majtë mbrojtjes i Egnatias është i blinduar, por dhe gjithë Egnatia me lëvizjet që ka bërë përgjithsisht në këtë merkato të paktën deri më tani, ku ka marrë emra si Montenegro në rikthyer, ka marrë Bitrin, pra ka marrë shumë emra të shquar të kampionatit shqiptar që pritet të bëjnë mirë për të thënë vërtetën edhe në arenat europiane, por pa diskutim këtu në Shqipëri Egnatia me këtë që ka bërë duket si skuadër favorite për të shpallur kampion. Sepse në fakt edhe Demrozi shpreu që do të shkojë larg, do të shkojë deri në grupet e Conference League. E vërtet, objektivi i tyre kryesor është grupet e të paktën UEFA Conference League, që me këto merkato që ka bërë, ka marrë dhe Smailin, mbrojtjen e Kraut Diat, pra me këto merkato që ka bërë Egnatia duket shumë mund ta shohim në horizont, le të themi në këtë farë mënyre, por të shohim se si do të shkojë pasi duhet edhe pak fat në arenën ndërkombëtare. Pastaj në merkaton tjetër ose po themi të paktën katër skuadrat që garojnë për Europën, Elbasani ka bërë lëvizjet e saj, ka shumë largime për fat keq, por ka dhe afrime interesante në repartin e sulmit, sidomos Hebaj, Nikaj, Tresa dhe Lukoki që janë sulmuesit që do të mbajnë repartin e sulmit Elbasanit, që me shumë gjasa gjithë lojtarët e tjerë do të largohen përfshirë Tucagve dhe Lajthia, por kjo mbetet për të vërtetuar për të thënë vërtetën. Vllaznia ka shumë largime me peshë, ka shumë probleme, ka pak afrime në emra të shquar, pra ka afruar Patrik Bardhin, ka afruar Herald Markun, por mbetet akoma shumë punë, mendoj unë, për të bërë për ta që të bëjnë mirë në arenën evropiane. Dinamo ka lëvizur në dijenin edhe në dalje kanë parë. Po, në dijenin time ka punuar me rinovimet, ka rinovuar me Brunoditën, ka arritur të mbajë Nasser Aliin që për të thënë vërtetën e kërkonte Egnatia dhe ishte shumë pranë Egnatia Aliit, por duket se gjërat nuk janë konkretizuar. Lajmi i keq i tyre është që do të largohen dy emra big të Dinamos, që shumë tifozë kishin shpresat aty, Bernard Berisha dhe Devi Bregu. Në dijenin time Devi Bregu nuk ka rënë dakord për një rinovim kontrate dhe do të vijojë deri në fund qershorit për ta mbyllur më pas. Por Dinamo ka lëvizur, ka zyrtarizuar afrimin e një ansori nga Kosova, gjithashtu në dijenin time është afruar mbrojtësi Hoxhallari dhe në dijenin time është arritur të marrëveshja me një sulmues portugez i moshës 22 vjeçare që e ka mbyllur me Ferizaj në Kosovë, kështu që duket si një Dinamo e ribër për të thënë vërtetën dhe mbetet për të parë se çfarë do mund të bëj në arenën evropiane dhe më pas në kampionat. Por pa diskutim, mbretëresha për momentin është Egnatia me 2 deri në 3 apo më parë se të tjerët. Të kalojmë te hallat të botrorit më mirë se janë ndoshta më të nxehta në këtë fazë. Ditën e djeshme Meksika u bë skuadra e parë që siguroi kualifikimin për metes, një vend pritës, në fakt edhe pritej që të kalonte. Nuk e di si e shikon. Tani Meksika ishte në një grup me Korenë e Jugut, me Çekin, me Afrikën e Jugut, e nisi shumë mirë me fitore ndaj Afrikës Jugut, mposhti dhe Korenë e Jugut, pra praktikisht temi ishte skuadra më pretendente për ta mbyllur si e para e grupit dhe paktën për të kaluar më tej dhe arriti çdo objektiv, pra arriti të siguroj kalimin për më tej, mbetet për të zyrtarizuar vetëm nëse e kalon si e para ose e dyta e grupit, por pra diskutim e kanë siguruar kalimin. Shiko, në atë që unë e logjikoj, nuk do të kemi emra surprizë të mëdhenj që do ngelen jashtë i botrorit, pasi 8 nga gjithë 8 nga të tretat e 12 grupeve kalojnë prapë dhe më tej. Pra,
Mendoj që skuadrat në përgjithësi e kanë marrë pak lehtëshëm, nuk e kanë marrë me aq stres pasi kanë mundësi kalimi. Meksika thjesht po themi vendosi pikat mbi i dhe mjafton një barazim me Çekin ndeshjen e fundit për ta mbyllur si e para e grupit. Kështu që ndoshta do të ketë pak luksin të bëjë rotacion në ndeshjen e fundit edhe pse për të vërtetë Çekisit duhet vetëm fitoria për të hyrë në garë si një ndër treshet më të mira, pra vendi i tretë më i mirë. Kështu që Çekis ose Afrika, mund të ketë kushdo ato dyja, por Çekia do kërkojë me do e mos fitore ndaj Meksikës për të mbajtur veten në lojë si të treta më të mira. Pra, asgjë nuk ka mbaruar për Meksikën, thjesht fakti që kanë siguruar kalimin. Por se si të dalin, pra vendi i parë, vendi i dytë mbetet për tu parë, pasi në 90 minuta gjithçka mund ndodhë, pse janë përfaqësuese si Çekia, që ndoshta nuk mund të jenë emra aq të frikshëm për Meksikën, por 90 minuta mund të ketë shumë diferencë dhe gjithçka mund të ndodhi. Meksikës i urojmë suksese, tani nuk e dim sa larg mund të shkojnë këtë botror, për të thënë vërtetën, por shqikimet e Simpsonave mos gaboj shohin finalen e Portugalin, doja shumë do të ky skenarin e Portugalin finale, por që do të duhet akoma shumë punë. Interesant ishte edhe fitoria e Kanadas, 6-0, një triplet e Davidit, që te Juventusi nuk e di, ka bërë 3 gole gjatë gjithë sezonit dhe atje shënoi 3 gole brenda një ndeshje. Po, për sepse këtë Juventusi luan Serie A, luan me ekipe shumë herë më diferencë se sa Katari. Katari tani do flasim realitetin, Katari është aty thjesht sepse FIFA ka dashur të zgjerojë skuadrat. Nuk është se është një përfaqësues që do të japë probleme ekipeve të mëdha ose ekipeve edhe të nivelit Kanadas, se nuk është Kanada në nivel i madh për të thënë vërtetën. Kështu që nuk është Katari do argëtojnë gjithë do e lënë në fundit grupit tyre. Katari mendoj unë që nuk është se do jetë kocka e fortë për askënd. Interesante është këtu, nëse të ndalin më pas gjithsesi, po interesante është që Kanada dhe Zvicra mund të bëjnë rolin e bashkëpunimit me njëra tjetrën dhe ndeshjen e fundit që përballen direkte. Do mjaftohen me një barazim me njëra tjetrën, kalojnë të dyja se dy të parat dhe do të ishin shumë të lumtura. Kështu që Bosnia-Hercegovina, Katari bën shumë mirë që erdhën direkt këtu, por kaq është udhtimi i tyre. Mendoj që te ky grup gjithsesi Bosnia zhvilloi ndeshje shumë të mirë dje kundër Zvicrës. Me patjetër, por ishte thjesht episodi i kartonit kuq që influencoi në fitoren e thellë të Po, me patjetër, por domethënë Bosnia i dogji kartat e veta. Tani ka Katarin që praktikisht e mendojmë gjithë se një 3 pikë të sigurt dhe do t'i duhet të luaj shumë me golavarazhin dhe ky është problemi i tyre, pasi pësuan 4 gola nga Zvicra ditën e djeshme dhe kjo mund t'i prish shumë punë në renditjen përfundimtare në si treshet të skuadrat e vendit të tretë më të mira. Dhe ky është problemi kryesor i Bosnias, pasi po të shohim grupet e tjera. Domethënë në grupin A është Çekia që me shumë mundësi shkon 4 pikë dhe me një fitore rregullon golavarazhin ndaj Afrikës, pra në rastin më të mirë. Në grupin C ke Skoci, Marok, Brazil, kushdoj 3 tu kalon. Kushdoj 3 tu kalon ke ky grup. Turqi, SBA, Australi prap duken shumë pranë kalimit të grupin D. Ekuador, Bregu i Fidis, Gjermani në grupin E, pra janë gjitha skuadrat të grupeve të tretave që janë shumë interesante se sa Bosnia dhe Katari që mendojnë të dyja do të japin lajm të mirën kompeticion. Nuk mendoj që do të ketë një surprizë madhe as Bosnia dhe as sidomos Katari. Interesante ishte një deklaratë që bëri pas ndeshjes Ibrahimović, duke kritikuar rënd Granit Xhakën. Ai u shpreh në fakt se duhet bënte rolin e kapitenit që në atë rast nuk e bëri sepse rasti i penalltis duhet ja kishte lënë shokut e tij Manzambi për të shënuar triplet. Nuk e di si duket kjo deklarata, po Ibra është gjithmonë polemizues dhe do të krijojë zhurmë ndoshta. Tani unë mund të jem pak subjektiv këtu ose nuk e di, po nuk e di, unë jam thjesht një gazetar sporti dhe kurrë s'do merr përse pranoj mend nga Ibrahimovići. Do të thoya mbajtë vendin tat vëlla dhe nuk. Domethënë Ibrahimović ka treguar që gjithmonë ka një ego që unë se kuptoj pse nga i vjen kjo ego. Është ego personale. Është ego kot, pa lidhje. S'ka fituar, nuk është se është më i suksesshëm në një fushë, nuk është se ka fituar më shumë se të gjithë, nuk është se ka shtuar më shumë gola se të gjithë, nuk është se ka bërë më spektakël nga të gjithë, pra thjesht e ka parë që kjo egoja e tij ecën në rrjetet sociale dhe tenton tani t'japi mend të gjithëve sikur kusha mund të çfarë bëjmë fare. Granit Xhaka ka bërë shumë mirë që ka marrë përsipër ekzekutimin e asaj 11 metrëshi, pasi është kapiten dhe i besohet 11 metrëshi lojtarit me më shumë eksperiencë. Pasi ky gol nesër pas nesër, se ndoshta Ibra nuk e di se ka luajtur pak herë me Suedinë vet botror, ky gol mund të ndikojë Zvicrës dhe në renditjen përfundimtare me golavarazhe. Kështu që për Zvicrën është shumë e rëndësishme ai gol, qoftë edhe goli i katërt i ndeshjes, pra Ibra let mbajtë vendin e vet si se e pashte fotoja ishte bërë kështu tip analisti apo jo? Po, është analist Fox Sporti. Te Milan i vazhdon apo e përzon?
Nuk dihet, është ndryshim, por gjithsesi duket se ka miq të mirë aty te Milani. Ibra të mbajtë të vendin te Milani se e morim qaf, edhe të vazhdoi dhe analizë sporti sepse i ka koha vet, në fushë flasin lojtarë tjerë si Granit Xhaka që luan Premier League, luan edhe në fushën e lojës me Zvicrën, shonoi gol botror, kështu që Ibra le të mbajtë të vendin e vet, se çfarë bëjnë përfaqësuesit e tjera, çfarë bëjnë lojtarët dhe grupet e tjera e din ata, nuk e di Ibra. Për të kaluar te një debat shumë i ndezur që kemi pasur në orët e fundit, ndoshta është Messi me Ronaldon. Messi shënoi triplet, ndërkohë që Cristiano Ronaldo nuk arriti të bënte as asist as gol. Tani, si tifoz i portugalist më duket se anon pak nga Ronaldo. Shiko, anoj nga Ronaldo, po jam i sinqert. Pra, nëse do ta ndash debatin kush është më i miri i historisë, Messi. Unë e dua Ronaldon, pra është idulli im, vdes për atë lojtar. Po Messi është më i mirë se Ronaldo në historinë totale të botërore. Njëri ka 8 topatar, njëri ka 5 dhe pse mendimin tim personal nuk e meriton 8 topatar. Messi meriton më pak. Por gjithsesi Messi ka ndoshta një hap më shumë se Ronaldo në përgjithësinë e gjës. Tani, nëse duam kam përshtypjen mediat në botë po kritikojnë Ronaldon për barazimin e Portugalisë, sepse e din po e cilësojnë fajtoren kryesor. Sepse e din që shet më shumë ti biesh Ronaldo se ti biesh Portugalisë. Si është Ronaldo fajtori kryesor në Portugalisë? Është faji Ronaldos që Portugalia pëson gol nga Republika Demokratike e Kongos? Unë mendoj që jo. Është faji Ronaldos që shërbehet aq pak nga Portugalia? Unë mendoj që jo. Portugalia e kishte qartazi planin e saj. Shko në zonë dhe paso Ronaldos. Po me këtë logjik, unë dhe ti po të bëjmë një ekip, lym Calceto, Ronaldos ta bën gol kurse, i rrim 4 veta Ronaldos. Nuk është Ronaldo 23 dhe 26 vjeç që merrte Portugalin për dorë dhe driblonte 3, godite nga distanca gol. Nuk është më ai Ronaldo, ne e dim. Është i Ronaldo 41 vjeçar. Pra nuk ka takatin e Ronaldos adoleshent që bën spektakël. Ky 41 vjeçari është në qendër të sulmit dhe kërkon furnizimin e saktë me top që të bëj golat e vet. Dhe unë në mendimin tim mendoj që Ronaldo është zgjidhja më e mirë e mushme e Portugalisë në repartin e sulmit në këtë moment që flasim. Kush është alternativat e Portugalisë në sulm? Gonçalo Ramos që të kaluete shumë pak te Parisi. Dhe i madhi Rafa Leao Ibrahimovicit, dakor? Pra tani futbollisti i mbaruar. Tani, pra Portugalia ka zgjidhjen më të mirë të mundshme ka Ronaldon, që është ky Ronaldo që para një viti mos gaboj ose 2 shënoi dhe finalet të Ligës së Kombeve ndaj Spanjës. Pra, ky Ronaldo ka treguar me kohë që e ka nuatin për gol ujku i vjetër, nuk pret nga këto gjëra. Kritikat janë për çdo gazeta, mendoj unë. Gjithsesi, ndoshta Manso është nisur edhe nga kjo që është cilësuar Portugalia si pretendent për këtë sezon. Pretendente është Portugalia. Ndoshta është mundësia artë. Po pse është cilësuar Portugalia pretendente? Duke parë dhe që ka 3 futbollistë nga Paris Saint-Germain. Sepse ka mes fushën, nuk tham që ka sulmin më të frikshëm. Sulmin më të frikshëm e ka Franca. Apo jo? Portugalia ka mes fushën dhe nga këta pritet që t'japin mirë për veten, bëjnë mirë dhe për lojtarët e tjerë rreth rrotull. Kështu që nuk mund të shkosh ti gjetor Ronaldos ti, pse psuat gol nga Republika Demokratike e Kongos, e pse nuk shnuat ju më shumë tjera. Pra, unë mendoj që më shumë to kritika janë për të bërë shitjen e gazetave, portaleve e tjerë, se sa kritika vërtet për Cristiano Ronaldo, që edhe nëse është në formën më të keqe të mundshme, edhe nëse është, i duhet Portugalisë si motivim në fushën e lojës dhe si një lider i vërtet në fushën e lojës. 41 vjeçar, kapiten, që ka përjetuar gjithçka në karrierë, Portugalia pa të nuk bën dot, mendoj unë. Po, të ndalemi pak te statistikat që ndoshta të pëlqejnë dhe ty. Duke krahasuar Messin me Ronaldo në 2 sfidat e para, Messi shënoi 3 gola dhe Ronaldo asnjë. Messi goditi 6 herë, Ronaldo 3. Dhe rastet pas tragoli ishin vetëm 1 për Messin dhe 0 për Ronaldon, rastet tjera. Messi mori notën 10, ndërkohë që Ronaldo 6.2. Tani jemi në 2 karakteristika të ndryshme, mendoj unë. Pasi Republika Demokratike nuk e kanë parë ndeshjen me Algjerinë. Për gjithë ata që na ndjekin, ndeshjen me Argentinë nuk e kanë parë. Sepse ka qenë në orët e para të mëngjesit. Se kishan plan ta prisha gjumin për atë gjë. Kështu që tani Algjeria nuk u du si një përfaqësuese që mund bënte rezistencë aq madhe ndaj Argentinës dhe për të thënë vërtetën çfarë kanë parë lart e poshtë dhe portierët e tyre nuk ishte në një nivel shumë i lartë. Çuni Zidane mos gaboj ishte portieri i tyre? Jo. Okej, gjithsesi. Pra portieri i tyre nuk është se ishte një nivel aq i lartë sa për të bërë diferencën e madhe. Pra gjithsesi, Messi shënoi 3 gola, 2 prej tyre super gola, duhet pranuar kjo gjë, por mendoj që ishte një karakteristik pak më ndryshe e sfidës së Messit me Algjerinë dhe Ronaldos me Republikën Demokratike të Kongos. Shumica lojtarëve algjerian tani unë se di ku luajnë, të thënë vërtetën, se di se ku aktivizohen. Nuk është se kanë shumë futbollistë historisë, ndërkohë që te Kongo pam 2-3 emra interesant. 2-3 të tij unë hapa, po shifsha ndeshën dhe hapa formacionin.
ish futbollisti Manchester United. Unë hapa formacionin kur po luajnë ndeshja dhe më rezultonte që të paktën 9 nga ta luanin ose në Premier League gjithë, ose në Francë me Lille në shumica. Pra, ishte një skuadër që ka emrin e vogël të Republikës Demokratike të Kongos, por në thelb ishte një skuadër që ishte me lojtarë minuta në këmbë që luanin kampionate shumë të mira. Dhe në mos gaboj edhe për këtë ose jo, ndërsa jo Kongo, por kam përshtypjen edhe Kongo në renditjen botërore nuk është shumë larg Shqipërisë. Pra, mos u çudisni shumë me rezultatin e asaj sfide. Mendoj që Messi me Argentinën duan ende shumë kohë për tu zyrtarizuar ose për tu bërë një skuadër vërtet pretendente. Nuk mendoj që ishte testi real ai ndaj Algjerisë, kështu që do të presim dhe të shohim. Kam bërë një krahasim interesant mes 5 futbollistëve kryesorë të Kupës së Botës, nga të cilët pritet më shumë janë Messi, Kane, Haaland, Ronaldo dhe Mbappé. Interesante ishte te Messi që ka bërë një numër prekje shumë të madh dhe pasime shumë të mëdha nga kundërshtarët e tij dhe ka realizuar edhe 3 gola. Nuk e di si është. Mendon që Messi këtë edicion do jetë sërish protagonist kryesor apo? Ja, mendoj që 38 vjeç apo është thjesht nisi me marshin e 7 dhe është roli i tij në fushë. Pra, po ta shohësh gjithë rivalët e tij, Harry Kane, Erling Haaland, Ronaldo dhe Mbappé, të gjithë kanë pas rolin e qendërsulmuesit të skuadrave të tyre. Kurse Messi është më i lëvizshëm, pra do ke më shumë prekje pa diskutim, më shumë pasime pa diskutim. Të tjerët janë vrastar para portës. Kurse Messi është marrëgëtues në fushën e lojës. Mund të jetë ndoshta, nuk e di, tani se edhe para 4 vitesh e mendoja të mbaruar Messin, por që mund të jetë prapë një element i rëndësishëm i Argentinës në këtë botror. Unë pres shumë ende për ta parë. Nuk mendoj që testi i parë me Algjerin ishte ai shpërthimi i tregimit të forcës së Argentinës. Mendoj që kanë ende shumë punë. Tani, shife grupin e Argentinës. Është me Austrinë, Jordaninë, Algjerinë. Praktikisht, ta them gjuhën shqipe, ne themi kota pjes kota ky grupi. Nuk është Argentina do vuaj me të grup, do bëj qef, do dali e para e grupit dhe pastaj të shohim se çfarë do të bëjnë në ndeshjet e vërteta dhe reale. Atje ku Messi do duhet përballet me emra gjigantë si ku diun Van Dijk, si çka ka Franca në mbrojtje, çka ka Anglia në mbrojtje. Aty duhet parë diferenca vërtet. Pasi mos harrojmë që Messi ka shumë kohë që luan në futbollin amerikan, dhe unë mendoj që edhe ritmi atje është ritmi është shumë ndryshe. Ata e kanë futbollin, soccerin e tyre, e kanë për argëtim, nuk e kanë si ne. Pra unë mendoj që duhet treguar ende. Mendoj që ky është vetëm një fillim pozitiv për Messin dhe Argentinën, por për të konfirmuar duhet të flasim mbas sfidave të grupit, në mendimin tim personal. Interesante është fakti që në ndeshjen e parë Messi theu 7 rekorde brenda sfidës së parë, duke u bërë dhe goleshënuesi më i madh, domethënë, i historive të futbollit me 16 gola ai Miroslav Klose. Nuk e di si e komenton me Klose. Klose në fakt kishte disa ndeshje më pak se sa Messi. Ka qenë një sulmues që ka luajtur më pak botërore se sa Messi. Tani Miroslav Klose goleshënuesi më i mirë i botrorit. Që këtu mendoj që tregon qartësisht që botrori nuk është se kanë prodhuar shumë goleshënues, shumë gola domethënë. Emrat më të mëdhenj të sulmit që ne kujtojmë nuk është se ka qenë ai në krye të kësaj renditje. Ronaldo është i 15-i, vjen Mbappé ai 14-i, Mbappé ende mosha 26 vjeçare. Pra, edhe Mbappé në fakt është shumë afër, ka 14 gola ka, kështu që 14 gola, edhe 2 gola arrin. 2 gola me të botror që ne mund ta shohim të thyrën rekordin çdo javë kanë përshtypjen. Pra, dhe luajnë një Franca thyrën rekord Mbappé, ju luan Argentina si prapë rekordi Messi. Patëm tek e faza grupeve. Pra, është pa diskutim, Messi është i vetmi lojtar bashkë me Ronaldo që mos gaboj marrin pjesë në 6 botërore tani, kështu që janë dhe eksperjenca shumë e lartë e Messit, por nëse do e krahasojmë tani ka të krahasojmë eksperiencë shumë e lartë e Messit, 6 botërore, Mbappé ka 3 botërore, ka vetëm 2 gola më pak. Është edhe ndihmon edhe Franca, mos harrojmë se ka Franca. Po pse Messi ndihmon te Argentina? Normal. Ka pasur ekip Argentina. Gjithsesi Franca ka një ekip shumë të mirë, shumë më cilësor se sa Argentina. Po, viti që doli botror kampione Franca në 2018, në atë që më kujtohet mua Mbappé e mori për dorë, që ishte thjesht 18 vjeçar, 19 vjeçar. Ishte viti që bëri diferencën. Vitin e katër vite ishte prapë Mbappéja që shënoi 3 gola në finalen e madhe. Pra, e ka marrë për dorë Mbappéja Francën, do të mendoja unë, por gjithsesi, ajo që dua të them është që vërtet për të duat trokitur arritja e Leo Messit, pa diskutim, pasi shumë do them se bëri Ronaldo jot këtë gjë, jam shumë dakord me këtë gjë. Për të duar trokitur, por ndoshta Mbappéja mund të thyejë rekordin dhe mund të vijojë ta fillojë më tej, mbetet për tu parë. Arritja e tij për të duar trokitur, e them edhe një herë, nuk mendoj që përkthehet në shumë, pasi edhe atë botrorin që mori Argentina me shumë vuajtje e mori për të thënë vërtetën, në atë që unë mendoj se mori me merita aq të madhe, por që e mori dhe ta uroi. Tani mbetet për tu parë goleshënuesit.
Nuk e di nëse e ke parë, ka qarkulluar një video në orët e fundit në rrjetet sociale ku duken futbollistët e Argjentinës duke pritur Mesin, nuk dalin në fushë pa ardhur Messi. Duket një shenjë qartë që janë të gjithë me Mesin dhe mbështesin shumë më tepër se sa te Portugalia që nuk mbështesin Ronaldo. Nuk di si ta komentoj. Unë kam përshtypjen që tani kjo është egzageruar, nuk dalim ne pa ardha ai. Kto bëhen më shumë për to rrjetet sociale, për to klikimet. Gjithsesi është një frymë grupi, Mantha, që duket që te Portugalia për shembull ka pasur shumë polemika në orët e fundit me Ronaldon, ka reaguar motra e Ronaldos, ka pasur sulme në rrjetet sociale ndaj futbollistëve të ndryshëm, kështu që duket një klim. Kjo dëgjoj tani, se ti provokon mua dashje pa dashje. Kjo ka reaguar motra Ronaldos, kemi ne një sulmues tu kombëtaren ton. Edhe ai vllai vet vdes të reagoj për çdo gjë që bën ai sulmuesi, kot lidhje pa lidhje, e kupton? Kështu që motra Ronaldos mund të reagojë, mund të bëj çfarë dojë, çon si ka çfarë thot motra Ronaldos. Ai është aty në grumbullim me grupin dhe unë mendoj që grupi, jo vetëm Portugalia, por çdo grup në fazë botërore nuk ka shanset për çfarë. Ata janë aty për të ftuar për njëri tjetrin, etj. Kush nuk do nuk grumbullohet fare, thot trajnerit faleminderit, mirupafshim, nuk dua dhe kaq. Nuk mendoj që këto janë drama që është diçka e vogël dhe fryen, egzagerohen vetëm për të Mantha, po këtë komentin që kishin bërë mediat, Portugalia ka 10 lojtarë dhe një monument. Si duket? As pak e vërtet. 10 lojtarë. Atëherë edhe Kroacia ka 10 lojtarë dhe një monument. Modrić dha penallti amatore me Anglinë. Tani këto janë, se do ta përsëris vetëm, po këto janë të hedhësh poshtë gjithçka që ka dhënë ky lojtar për ty. Vetëm me një ndeshje. Ore edhe vetëm me një botror, ti hedhësh poshtë, të tregosh mos mirënjohës dhe ta bësh vetëm për klikime. Dhe këto janë ato njerëzit, jo vetëm tu në Shqipëri. Janë ato njerëzit që janë fiks hipset vrava, zbritset vrava. Shkojnë ku i çon rryma. Pra, në rast se këto njerëzit, se tani nëse Ronaldo në ndeshjen e dytë shënon 2 gola dhe Portugalia fiton 2-0, do bëjnë titull Ronaldo legjenda Portugalisë merr për dorë luzitanët. Do e bëjnë këtë titullin këta njerëzit? Unë mendoj që po. E sigurt. Pra janë të njëjtët persona që përhatet të një klikimi më shumë, janë gati të shtypin dhe të shkruajnë çdo gjë të mundshme që të kenë një klikim më shumë. Dhe i përshtaten si shkon era. E duan Ronaldon, e duam dhe ne Ronaldon, e sulmojnë Ronaldon, e sulmojnë dhe ne Ronaldon. Jo vetëm Ronaldon, edhe me Messi dhe me të gjithë. Janë titujt, unë i urrej shumë, të them vërtetën, i urrej shumë të titujt e gazetave, titujt e internetit, që bëhen vetëm për të kapur klikime, shikueshmëri, etj. Por këtë ideologjika dhe ose as po e them. Jo, nuk po e them, jam rregull. Jo, vazhdojmë. Mirë. Të kalojmë pak te Argentina që ka nisur me fitore 3-0 kundër Algjerisë. Në sfidën e radhës do të ketë Austrinë me datë 22 qershor. Nuk e di si është rrugtimin e Argentinës, besoj që do të shkojë deri në fund. Kota biskota deri në fazën e grupeve. Mbasi kalon këtë, do duhet shohim se çfarë shorti do të ketë në kalimin me një 16-tat, një 8-tat, etj. Pra deri në fazën grupe mendoj që do jetë kota biskota, do argëtohet si tip miqësorësh, ndoshta. Do argëtohet në fushën e lojës, kështu që nuk do ketë asnjë lloj problemi. Pastaj mendoj që mbas fazës grupeve atyre i nis testi vërtet dhe unë përsëri mendoj që në përfaqësuesit të mëdha Argentina nuk do të ketë shansin me asnjërin. Gjithsesi më duket një provë interesante me Austrinë. Austria është një ekip i rrezikshëm, do të thojë. Ka emra interesante. Të tipit Alaba, po, të lutem. Arnautovic. Alaba ma nxiu jetën ke Realin, luante një ndeshje mungonte 16 të tjera. Gjithsesi nuk mendoj që emra për tu lënë pas. Nuk mendoj fare që Austria është problem për Argentinën, mendoj që Argentina të treja skuadrat e grupit i kalon kollaj, ndoshta mund ta uli ritmin vet, me një barazim tjetër gjë. Por nuk vuan as me Austrinë, Austrinë kanë përshtypjen dhe ne në situata tek po të kishim Silvinho ne kishim poshtur, po nuk mendoj që Argentina vuan në fazën e grupeve. Jam shumë kurioz kur të luaj me ekipe të mëdha. Duhet parë pak shorti se si mund të rrezikojë me kë mund të përballet. Por nëse do të ketë emra të mëdhenj, përjashto Gjermani, se është emër i madh, por Gjermania mos më bind. Nëse do ketë emra të mëdhenj, mendoj që do vuajë shumë dhe mund të eliminohet shumë herët. Masa se kalove pak të Silvinho. Duket se përkrahasi Silvinhos dhe kundër Maranit. Nuk jam përkrahasi Silvinhos, por jam kundër Maranit. Ajo që dua të them është që tani nëse kemi kohë ta bëjmë të bisedë. Okej. Shkuam në Europian me Silvinhon, dakord? Shkuam në play-off botrori. Jam shumë dakord me të gjithë. Nuk bëm një lojë spektakolare, nuk bëm një sulm spektakolar, jam shumë dakord. Por ky trajner tregoi që ditët merrte rezultatet. Dakord? Dhe shkuam në play-off botrori, kërkuam kualifikimin në botror për herë të parë në historinë tonë.
morëm avantazhin në Poloni mes Varshavës 1-0, u përmbysëm në ato që u mendoj se ishin më shumë 2 gabime specifike të lojtarëve se sa vetë problemi i skemës, dhe ti largon trajnerin, duke kërkuar që të kesh sërish sukses në Ligën e Kombeve, të kesh sërish sukses në kualifikimin evropian. Por ti s'mundesh që një trajner që jepshe diku 800.000 euro në vit, ti thuash ti largohu tani se nuk duam të jap kaq lekë ty. Të marrësh një që merr diku 400.000 euro mos më pak, nuk e di sa merr fit 30.000 euro, 30.000 euro në muaj, ka diçka e tillë. Ti thuash më jep ti mua të rezultate si ky. Nuk bëhet. Interesante ishte që pash që rroga e Montelës ishte diku te 560.000 euro. Domethënë Montela merr sa trajner kombëtar son. Ore, dakord, se kjo është vetë çështja e te Turqia. Kjo është vetë çështja se si e menaxhojnë vetë federatat. Pra, unë mendoj që nëse ky Silvinho do na vijonte prap na çon Europian, na çon play-off botrori, na fitonte prap Ligën C, na çonte prap në Europian, unë mendoj që i ka Allah 800.000 euro në vit. Por ti e heq sot ti ulësh pagën dhe i ofron një rinovim me pagë më të ulët, ai thot jo, dhe ngelesh pa pritur, surprizohesh që ai thot jo, dhe detyrohesh me një Rolando Maran që tani se shumë e kam dëgjuar unë këtë që jo po kështu erdhi te Biazi dhe Silvinho pa CV etj. Ta shohim çfarë do bëj ky. Ama në 2 setat e para me Luksemburgun, me Izraelin dhe Luksemburgun, pam një Shqipëri që zinte ç'bënte, pam një Shqipëri që psonte gola mbrapa, pam një Shqipëri që zinte sulmonte, pam një Shqipëri që çdo gjë kishte mbrapsh, dakord? Dhe kjo Shqipëria, më e bukur është kjo Shqipëria, që ne sapo mbyllëm, do grumbullohet prap diku në fillim shtatorit? Fillim shtatorit janë. Po, 2 ditë para ndeshjes së parë me Bielorusin. Ë? Sa kohë ka ky trajner? Jo ky, se ky është mbrekull. Sa kohë ka ky trajneri që të rregullojë gjithçka që dolin mbrapsh nga misoret. Në misore, tha, do ju premtoj, tha, një Shqipëri më sulmuese, tha, ë? Që do bëj pressing lart, tha. Na bëri ne Parisi ky zotëria. Tani se nuk dua të dalë shumë negativ, po si mund shkosh ti kërkos Shqipërisë pressing lart, me kë sulmues, me Brojon që ka pak minuta në këmbë. Me kë? Asnjë nga sulmuesit tanë. Pra, do bëjmë pressing lart, ta? Dhe unë thash pressing lart, okay, thash Izraelin, quhet se Izraeli është përfaqësues në nivele të mira, apo jo? Po. Po thash Luksemburgun, do e shklim thashun, me thënë vërtetën, se po të flas tani jo me gjuhë zyrtare. Luksemburgu 1-0 ne edhe me Terezi. Tani, këto ishin teste që i dështuan në misore, apo jo? Po. Sa kohë ka zotëria ti rregulloi to testën misore për tek Liga e Kombeve, pasi objektivin e ka vënë në parë. Nuk ka kohë të gabojë më ai tani. Nuk ka më kohë. Dhe testet, mos harroni edhe diçka tjetër shumë interesante. Testet, ky i kreu pa një lojtar që u mendoj që shtatore ka detyrim ta marri, Ernest Muçi. Ky tani nuk e di se si e bën presingun lart Ernest Muçi. Ky di si e bën Hoxha, se e testoj. Ky di si e bën Broja, se e testoj. Ky di si e bën Uzunit, se e testoj. Po Muçi ky nuk e di. Se nuk e kishte. Tani do na thonë shtator që të dashur njerëz do thot nuk kisha kohë. S'kisha kohë, më duhet më shumë kohë. Duhet kuptoni. Po s'ke kohë pra se ke objektivin në vendin e parë. Kombëtare nuk t'jep kohë asnjë. Duhet kishin vazhduar me Silvinjon, të paktën Ligën e Kombeve. Të fitonte Ligën e Kombeve, të siguronte kualifikimin për në Europian. Mendoj që Silvinjo nisi cikli shumë të mirë dhe duhet ta vazhdonte të paktën deri në Europian. Pastaj, po të dështonte të kualifikohej në Europian, atëherë mund të thonin faleminderit zotëri, mirupafshim. Por ta heqësh sepse doli në play-off 2-1 me Polonin, në kundërshtar që kishte shumë vite që i kalonte play-off. Po luajtën Varshavën, luajtën transfert. Po. Luajtën në transfert, mori avantazhin i parë. Ta heqësh për këtë arsye? Nuk e di. E ka hequr më shumë se nuk pranoi renovimin Silvinjo, jo se nuk donin këta ta kishin, se oferta e parë Silvinjo se ka ardhur prapë. Për të mbetur të trajnerit, Ancelotti ka marrë drejtimin e Brazilit dhe ka marrë misionim qartë për të shkuar deri në fund dhe për ta fituar botrorin, por që me sa duket do ta ketë vështirë. Nuk e di çfarë mendimi ke. Unë mendoj se do ketë pothuajse të pamundur. Mua Brazili nuk më ngrofi që në fushatën kualifikuese në Amerikën Latine. Pra ishte një përfaqësuese që kur e mori Ancelotti, mos gaboj kishin ngelur diku te 5 ose 6 ndeshje për të zhvilluar dhe merrte rezultate me hobe, herë fitonte, herë barazonte, herë humbiste. Loja nuk është se ngrofte dhe ai shumë e tyre. Pastaj testi i vërtet erdhi në sfidën e parë, mund të jetë sfida e parë për një dhe një arsye, mund të jetë përfaqësim i keq, por testi i vërtet erdhi me Marokun. Që pjesën e parë që pashun përsëri se pjesa e dytë ishte shumë vonë zuri gjumi. Pjesën e parë që pashun Maroku i dominoi totalisht. Ishte një skuadër që në mesfush i griu, ta thon kështu në gjuhën e thjesht. Dhe Brazili s'ishte askund. Shpëtoi nga thjesht një performancë individuale e Viniciusit. E bëre të aksionin e vet në krahun e majt, shënoi gol
dhe mori atë pikën. Nuk më ngro as pak si për të shkuar as në gjysmëfinale jo. Vetëm se kanë fatin e madh në rrugtimin e tyre, por as në gjysmëfinale nuk I shoh as pak të vërtetën Brazilin, pasi mendoj që nuk ka as lojtar lider aty që të marrin skuadrën përdore në raste të caktuara. Tani, drejt të them, sulmi I tyre edhe Neymari që kemi parë ditët e fundit është stërvitur, por që nuk është ende gati. Neymari nuk ka qenë kur lider. Dëgjoj, Neymari ka qenë historikisht. Një nga emrat e mëdhenj të viteve të fundit. Dakor, shumë dakord. Emrat të mëdhenj po, por nuk ka qenë kur lider ai që të mbledhi grupin, të motivoj grupin. Ai është një lojtar tek ka njohur zillastuar e gjitha se është shumë I talentuar, ishte tani jashtëzakonshëm ka qenë trinomik e Barcelona ka qenë I frikshëm. Për mua ky ka qenë pjesa më e rëndësishme e Barcelonës atëherë, por gjithsesi. Por kur nuk ka qenë në mendimin tim një lojtar lider, siç është Messi te Argentina, siç është Ronaldo tek Portogalia. Kështu që kur nuk ka qenë, kur nuk do jetë, mendoj që është thirrur në këtë botror thjesht se e donte një publik I tërë, pra siç e donim ne Muçin. Edhe për çështje marketingu, ndoshta. Për marketing ndoshta, por siç e donim ne Muçin, ata donin Neymarin, kështu që Muçi nuk është se bëri gjë kur erdhi këtu, as Neymari s'do bëj gjë ke Brazili, mendoj unë, po mbetet për të parë. Interesant ka qenë fitoria 7-1 e Gjermanisë ndaj Curaçaos, një kundërshtar që nuk e kishim dëgjuar ndoshta para botrorit, por që tregoi një provë me gola, por tani mbetet shihet edhe se si do ketë ndeshjen e radhës me Bregun e Fildisht. Që ndoshta do na tregoj më shumë edhe për nivelin e Gjermanisë. Ky mund të jetë një test ndoshta më afër Reales për Gjermaninë. Curaçao kundërshtar modest, nuk është se do të madje për mua është shqetësuese që ishte ndonjë gol Curaçao në Gjermanisë, por të duhet shqetësohen shumë gjermanët. Jam si skeptikun për gjithë ato profesorët e mëdha. Mendoj që duhet dominojnë që në fillim dhe Gjermania po ashtu si Brazili mua s'më bind. Nuk ka edhe emra. Në emrat bravo, në emrat nuk më bind fare dhe mendoj që nuk do mundet dot të shkoj shumë larg në këtë botror, të them vërtetën. Mbetet për të parë. Bregu I Fildisht është një test interesant për ta, nuk është një test real, por nëse do të vuajnë Bregun e Fildisht, qartasi nuk do të kenë rrugë të gjatë në këtë botror. Nëse do të mund ta kalojnë Bregun e Fildisht me një mënyrë ose tjetër, mund të kenë një aspekt psikologjik më të mirë dhe mund të shpresojnë pastaj në shortin se si do të shkojë për te fazës së grupeve. Personalisht nuk e shoh fare Gjermaninë ndër pretendentët, e shoh si ekipet pak më të thjeshta në letër, kështu që do eliminohet me Brazilin shumë shpejt, ndoshta përballen bashkë, nuk e di. Ma më tho, kandidat kryesor për të fituar botrorin ka qenë Spanja, në fakt, në fillimin e botrorit, por që me atë që tregoi kundër Kepit Gjelbër, na bëri gjithë të mendojmë ndoshta. Po ishte një Spanjë me disa rotacione në formacion, dhe ishte një Spanjë që në mendimin tim mund ta ketë marrë më lehtë se ç'duhet ta merrte atë sfidë dhe nuk I kushton gjë dhe një barazim, mund ta ketë bërë për sy të keq, po ta themi kështu. Me emrat që ka, me atë që ka treguar, kampion e fuqi e Europës, shkojnë finale të ligës së kombeve, besoj që Spanja sërish do të jetë një skuadër që do të jetë pa diskutim çeriffinaliste, gjysmëfinaliste ose pse jo dhe finaliste e Kupës së Botës. Nuk është kurse si për të nxjerrë jashtë garës për titullin kampion. Spanjë, Angli, Francë, Portugali, po e shtoj dhe Argentinën, mendoj që do të jenë aty për titullin kampion. Holandën nuk e besoj shumë, pasi më tremb ai reparti I sulmit, nuk më duket se ka lojtarë shumë të mirë në atë repart dhe nuk e di sa mund të shkojë lart. Mbrojtja mes fushës është interesante. Malen në fakt është një emër interesant që është interesant, ka shkëlqyer te Roma, por gjithsesi mbetet një emër, një futbollist mesatar, nuk e ka bërë ndoshta. Ka shkëlqyer tek Roma dhe shkëlqesh te Roma në Serie A, ku për të thënë vërtetën ndër lojtarët më të mirë Serie A ishte Modrić 41 vjeç ke Milani, është shumë shqetësuese se unë e kam halën syja të Serie A, nuk e duhet dot, ka rënë shumë niveli I tyre dhe më ngrej nervat. Pra, mendoj që Holanda do të vuajë tim pyetje për Spanjën. Spanja besoj që do të jetë Spanja besoj që do jetë pretendente pa diskutim fare. Pa diskutim do të jetë aty. Besoj unë nga ajo që pash loja horizontale që bëri Spanja dhe Portugalia ishin ndoshta dy problemet kryesore të mesfusha që ndoshta bëri edhe këtë ngecjen e të dyjave në sfidat e para. Nuk prodhuan do të thuash shumë raste për gol. Ky mund të ketë qenë edhe problemi I tyre. Dakord jam, por që me kalimin e kohës shumë gjëra mund të përmirësohen tek përfaqësuesët. Rikthimi I Jamalit, ai është problem vete për çdo mbrojtje, kështu që është një tjetër emër interesant. Shumë rikthim. Mendoj që nuk është fare Spanja, ajo që pam para ca ditësh nuk është fare Spanja reale. Mendoj që Spanja reale dhe shumë të tjerë do t'i hapin kartat kur të kalojnë fazën e grupeve. Nuk e mendoj që
do të kemi në shqetësim të madh profesuesit e mëdhaja, kurse si, në mendimin tim. Këto Kurachao, Ishut Faroe, çfarë janë këto, të janë gjitha për të cilën shtëpi, nuk është se do ketë surpriza. Një duel shumë interesant pritet të jetë ai mes Holandës edhe Suedisë. Suedia në fakt mos harrojmë fitoi 5-1 sfidën e parë. Do jetë një provë zjarri për Holandën pasi ngeci në sfidën e parë 2-2 kundër Japonisë. Nuk e di si e sheh ekipin e Koman, apo mendojnë që Suedia me Gyökeres, Isak do jetë një ndër ekipe që mund të jetë surpriza e këtij edicioni. Mbetet për të parë të vërtetë, unë mendoj që Norvegjia është pak më lart se Suedia, nëse do jemi në aspektin e surprizës, po gjithsesi. Suedia është shumë interesante dhe fitoria ndaj Tunizisë i jep luksi, mendoj unë, që edhe një barazim ndaj Holandës, ta ketë një rezultat shumë të thjeshtë dhe shumë favor të tyre, dhe mund të luajë me më pak presion. Ndërkohë Holandës i duhet fitoria për kaluar si e para e grupit që në letër i siguron një short ose një rrugë në eliminim direkt pak më të thjeshtë. Test real për të dyja pa diskutim. Suedia do të zbulojë forcën e vet, ka emra interesant siç e the ti në përbërjen e tyre, pa diskutim vëmendja kryesore është te Gyökeres dhe tek Isak, por ka edhe shumë lojtarë tjerë që mund të bëjnë diferencën aty. Holanda pastaj emrin që ka nuk ka luksin të mos luajë për fitore dhe të mos luajë për të bërë mirë ndaj Suedisë. Shtuar këtu faktit që paralelisht i bie do luajë Japonia me Tunizin, që Japonia mund të bëjë një kundërshtar shumë rrezikshëm. Mund ta ketë një fitore të sigurt me Tunizin dhe do të shkonte Japonia 4 pikë. Suedia në rast se ndajnë barazim Holandën shkon 4 pikë, Holanda ngele me 2 pikë. Pra, megjithëse prapë dëshën e fundit e kemi Tunizin, mund të marrë 3 pikë shumë kollaj aty. Shkon në rrezik të madh. Por, pra, Holanda në mendimin tim do kërkoj fitore, po pa u sforcuar shumë, duke qenë se Tunizia është ndeshja e fundit dhe nuk është se. Do kërkoj me do e mos maki humbjen po. Humbja për ta është vrastare dhe kjo nuk duhet ndodhi. Sa do ta marrë Suedia fitoren, nëse mundet, vetëm për të parë, por që ka vërtet një sfidë shumë interesante kjo. Franca e shumë myeve, cilësuar si një kombëtare që ka do të thoja shumë futbollist cilësor, arriti të fitonte 3-1 me Senegalin, me një Mbappé që shkëlqeu sërish. Shikon mes pretendentëve kryesor edhe në sajt futbollistëve që ka, apo mund të ketë edhe surprizë. Edhe këtu është interesant që Franca fitoi 3-1, po Senegali ishte një kohë kaq e fortë për ta. Mos harrojmë që Senegali është fituesi në fuqi i Kupës së Afrikës në fushë. Se në letra e mori Maroku pastaj. Por që në fushë është Senegali fituesi dhe qartasi është një përfaqësuese që mund të jetë surprizë e madhe në këtë botror, nëse do të ketë dhe pak fat. Franca arriti të fitonte një takim edhe ku nuk shkëlqeu shumë për të vërtetën, sidomos në pjesën e parë, çka tregon që ndoshta se ti je kampion, ti shpallësh kampion, ti e di shumë mirë që duhet të fitosh edhe në sfida kur nuk e meriton të fitosh. Dhe është shumë e rëndësishme që çdo skuadër di ta bëjë këtë gjë. Franca besoj që e tregoi pak a shumë në këtë mënyrë, pasi ka shumë individ që në momente të caktuara e bëjnë këtë cilin e duhur dhe shënojnë golin. Olise që bëri 2 pasime. Olise që zgjidh çdo hall, siç e zgjidhi Bayernit, ja zgjidh edhe Francës, është Mbappé që golin e tretë shënoi super gol nga distanca. Pra, qartazi Franca ka individ, se sa ka mënyrë loje taktik grup nuk e di, por individ qartazi ka më të mirë sidomos në repartin e sulmit dhe kjo është shumë e rëndësishme për ta. Tani Ferguson ka thënë që mbrojtja i fiton titujt, por mbrojtja e tyre mbetet për të parë se do të vijojë. Testet reale ende nuk është Senegali, edhe pse është një test shumë i mirë, por jo real. Unë mendoj që testet reale janë vetëm me ekipet e emrave të mëdhenj, ku do t'i duhet ende shumë kohë Francës për të shkuar deri aty. Është ndër pretendentët, pa diskutim. Për shkak të historisë që ka, për shkak të emrave në përbërje që ka, ndër pretendentët dhe me atë që dha në fushë, duke skuadër e mirë për të shkuar deri në fund të botrori. Mantho për ta mbyllur, besojnë që Portugalia do i shkojë deri në fund dhe me këshën finale. Po, Portugalia do i shkojë deri në fund, do t'i duhet kopën dhe e marrë veten e vet. Me kë e shohim finale, nëse shortët nuk i përball bashkë, do kemi Portugali-Francë finale. Mund të kemi një përsëritje të Europianit 2016-s. Edhe fiton. Unë jam subjektiv të fitoj Portugalia. Jam subjektiv. Mantha, të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit sot. Bëm disa analiza shumë interesante. Edhe mbetet të shohim se cilat do të jenë sfidat e radhës, surprizat e radhës, ndoshta. Falenderoj shumë. Kënaqësi Rezal, faleminderit. Miq, shihemi në episodet e tjera ndoshta me rezultate surprizë, por edhe me emocione që pritet na dhurojnë botrori.